Jemi në Marina Auricum, aty ku për 3 ditë me radhë do të organizohet Panajiri Detar Ballkanik, një event I cili organizohet për herë të parë në Shqipëri dhe veçanërisht në Marina Auricum. Në vende të ndryshme të botës, një panajir I tillë njihet dhe me emrin si Festivali I Jahteve. Panajiri detar është një event I cili ka për qëllim të bëjë bashkë biznese që operojnë në fushën detare. Edhe pse ky segment I ekonomisë mund të konsiderohet në fillesat e tij, e ardhmja është shumë premtuese për të sjellë një vlerë të shtuar në ekonomi. Grupi Concord Investment edhe këtë herë u bë pjesë e eventeve që nxisin ekonominë detare me Marina Auricum. Settore marittimo navale. Sektori detar përfaqëson në Shqipëri një mundësi të lartë për të zhvilluar më tej. Ne si grup shohim që çdo gjë është në zhvillim e sipër, çdo gjë është për të zbuluar. Bizneset kanë hapësirën e tyre në këtë panajir për të ofruar produktet dhe shërbimet që përfaqësojnë. Eventet e tilla ndihmojnë ato biznese të krijojnë kontakte dhe të rriten më tej. Ndaj ku më mirë se Marina Auricum mund të zhvillojë ky aktivitet. Interesi kompanive të fushës ka qenë I lartë, mbi 60 biznese vendase rajonale dhe europiane u bën pjesë e këtij panajiri si një mundësi për të nxitur më tej ekonominë detare në vend. Njëri prej tyre është dhe Dori Mersini, instruktor I patentave detare. Është e udhës të përmendet që në këtë lloj, po themi, habitati, që është Marina Auricumit, ne sot nuk gjejmë asnjë lloj diferencë me atë që shikojmë, po themi, në marinat e vendeve fqinje. Por edhe pse ende mungojnë shumë facilitete, unë jam I bindur që jemi në rrugën e dur, pse kemi filluar, po themi ka gjithmonë një fillim, një ditë të parë, për të qenë në po themi për qenë në projektin e dur. Siamo come gruppo Balkan Ne si grup jemi me fat mbi pjesëmarrjen e kompanive shqiptare në këtë event. Flasim për kompanitë e vogla dhe të mesme. Ne shohim që ata po organizohen, po bashkëpunojnë duke krijuar një organizatë e cila ka të gjithë mundësinë që të ketë ardhme. Ky bashkim është e vetmja mënyrë për të konkuruar kompanitë e huaja në këtë fushë. Kompanitë ndërkombëtare, jo vetëm nga rajoni, por edhe nga Europa, kanë shfaqur interes të veçantë për të qenë prezent në tregun ton, por jo vetëm. Interesi kompanive lidhet edhe me real estate-in, pasi ekonomia detare dhe real estate-i gështohen më së miri për të ofruar një standard të ri në turizmin vendas, që është turizmi elitar. Duke u rritur numri I atyre që I afrohen, I faqosen, po themi, këtij aktiviteti, pra I afrohen këtij aktiviteti, dikush ka bler një apartament brenda këtyre marinave që po ndërtohen, apo po themi jeton përgjatë vijës bregdetare shqiptare dhe me ndërtimin e marinave do të kenë më shumë akses nëpërmjet mjeteve lundruese. Rritja e numrave do të bëjë të mundur që shërbimet që do të ofrohen nga operatorët apo qoftë dhe nga investitorët e ndryshëm të kenë sukses. Ky lloj eventi I cili promovon Shqipërinë si një vend ku ti mund të vish dhe të investosh, ku ti mund të ankorosh shumë kollaj jatin të, kur ti mund të alokohesh në një projekt siç është Marina Auricum, ishte eventi I dur për të thënë që aty ku ka një rritje të ekonomisë detare, shkon krah për krah dhe me rritjen e ekonomisë real estate-it. Edhe Shqipëria tashmë është e pozicionuar qartë, shifrat e Bankës Shqipërisë për 2024 ka treguar që 25% e investimet tuaja direkte vijnë drejt për pasuri paluajshme, patjetër që nuk është një ishu, tregu pasuri paluajshme nuk është një ishu, por shkon paralel me zhvillimin e projekteve të ngjashme siç është pjesa e marinave në Shqipëri. Rritja e ekonomisë shqiptare po udhëhiqet nga ndërtimi, turizmi dhe real estate, ndaj dhe ekonomia detare me zhvillimin e marinave dhe industrisë së jahteve është një sektor strategjik që së bashku me projektet në ndërtim do të ofrojnë një rritje të qëndrueshme dhe me standard.